Mirëmëngjes të dashur binjakë, do bëjmë një mesazh, në fakt të dy kësaj radhe, letrat astrologjike që janë Oracle dhe Lenormand prap Oracle. Dhe mesazhi juaj është kogja i bukur, por diçka është duke ju ndaluar. Blessing që do thot bekime. Të dashur, sjellin letra bekimet dhe maskat, sjellin një mesazh të fuqishëm, të dashur binjak. Për një moment kur po të jepet një mundësi e bekuar, por ti ke nevojë të jesh shumë i sinqert me veten dhe me të tjerët për ta pranuar plotësisht. Do t'ju shpjegoj çfarë do të thotë kjo, të dashur. Bekimet janë duke ardhur në jetën tënde, por do të shijosh vetëm nëse heq maskën. Pse vë maska? Kush ka maska? Të gjithë, dhe unë. Kemi maska të ndryshme, maskë në punë, maskë në shtëpi, maskë për shoqëri, maskë për familje, nuk do të thotë që është gjë e keqe, por që ndonjëherë harrojmë të jemi vetvetja, nga që duhet të jem një person komplet tjetër kur jam në punë, nuk do të thotë në atë mënyrë negative, jam një person tjetër, kur jam me familjen është komplet gjë tjetër, por që kjo çfarë dua t'ju them është një maskë këtu dhe ju e dini cila është, që është vënë në situatë për të mbrojtur ndoshta nga diçka. Kjo letër këtu bekimeve është shenjë forte rrjedhës së mirë, dhuratave që po vinë pa shumë përpjekje, fatit të mirë dhe harmonisë. Kjo letër të thotë që jeni në një moment ku universi vërtet po të hap dyer, të dashur binjak, por duhet i dallosh ato dhe të jesh gati për t'i pranuar. Dhe këtu tregojnë dy fytyra, një të vërtetë dhe një të fshehur. Mund të tregoj se dikush ndoshta përreth teje nuk është i sinqert, por shpesh tregon maskat që mbajnë vet, ndonjëherë nga frika e refuzimit apo për të ruajtur një lloj imazhi. Çfarë mund të bësh? Shiko se për çfarë arsye janë këto maska që i keni vënë dhe çfarë është ajo e vërteta pas kësaj maske. Nëse të vjen në mundësi që duket shumë e mirë për të qenë e vërtet, mos dysho me njëherë, pyet veten dhe ndoshta je ti ajo që ka frikë ta pranoj apo ta heq atë mask. Jepi vetes leje të ndihesh mirë, të pranosh dashuri, bollëk, gëzim, pa pasur nevojë të bësh sikur je dikush tjetër. Tani, unë këto janë metaforike të gjitha e dim për çfarë situatën e vetë dhe e dim për çfarë po flas. Të dashur binjak, bekimet janë të tuat, por vetëm nëse i pret si vetja, jo si roli që je duke luajtur.